Përshëndetje dashur miq, jemi nga Vora. Sot kanë mbetur edhe 10 ditë deri në finalen e madhe të 11 majit. Zhvillime të mëdha do të kenë. Prapa nesh kemi Gërdecin, këtu jemi në Vorë, do të shkojmë në fshatrat e tjera të Tiranës, do të shkojmë në Durrës, Rogozhin, Kavaj dhe do të flasim me shqiptarët. Kanë mbetur edhe pak ditë, nisni mobilizimin e përgjithshëm, merrni telefon miq tuaj. Jemi përballë një regjimi anti-shqiptar i cili bashkëpunon në mënyrë krejtësisht absurde për të shkatëruar këtë vend, për ta shpopulluar, për ta zbrazur atë. Dhe ne sot duhet marrim vendim të gjithë mbështetësit tanë të heshtur, ju që leni gjurmë dhe ju që nuk lini dot gjurmë. Sot është momenti të bëhemi të gjithë bashkë dhe të shkruash një SMS 2-3 miqve tuaj të votojnë Treshin në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë. Kjo do të jetë e vetmja mënyrë që të grisim sondazhet e tyre dhe të shkojmë drejt një momenti të ri në Shqipëri. Ju siguroj, as Rama, as Berisha nuk do të jenë më kryeministra në këtë vend, do të ketë zhvillime të tjera të mëdha, të cilat do t'i flasim bashkërisht pas 11 majit. Votoni Treshin masivisht dhe merrni në telefon miq tuaj, sepse vetëm e ju nuk e bëjmë dot. Përshëndetje të gjithëve, takohemi më vonë. Përshëndetje dashur miq, jemi nga Vora. Sot kanë mbetur edhe 10 ditë deri në finalen e madhe të 11 majit. Zhvillime të mëdha do të kenë. Prapa nesh kemi Gërdecin, këtu jemi në Vorë, do të shkojmë në fshatrat e tjera të Tiranës, do të shkojmë në Durrës, Rogozhin, Kavaj dhe do të flasim me shqiptarët. Kanë mbetur edhe pak ditë, nisni mobilizimin e përgjithshëm, merrni telefon miq tuaj. Jemi përballë një regjimi anti-shqiptar i cili bashkëpunon në mënyrë krejtësisht absurde për të shkatëruar këtë vend, për ta shpopulluar, për ta zbrazur atë. Dhe ne sot duhet marrim vendim të gjithë mbështetësit tanë të heshtur, ju që leni gjurmë dhe ju që nuk lini dot gjurmë. Sot është momenti të bëhemi të gjithë bashkë dhe të shkruash një SMS 2-3 miqve tuaj të votojnë Treshin në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë. Kjo do të jetë e vetmja mënyrë që të grisim sondazhet e tyre dhe të shkojmë drejt një momenti të ri në Shqipëri. Ju siguroj, as Rama, as Berisha nuk do të jenë më kryeministra në këtë vend, do të ketë zhvillime të tjera të mëdha, të cilat do t'i flasim bashkërisht pas 11 majit. Votoni Treshin masivisht dhe merrni në telefon miq tuaj, sepse vetëm e ju nuk e bëjmë dot. Përshëndetje të gjithëve, takohemi më vonë.